Për temën për cilën fliste edhe kronika, do të flas tani me Rigez Lëzëmorllarin nga Qendresa Qytetare, pasi edhe ata kanë rënë në le të themi në gjurmët e këtij fenomeni, ndoshta mund ta quajmë kështu. Lëzëmorllari, përshëndes. Kënaqësi që të kam në lidhje. Keni një përllogaritje, pra me këtë trik, me këtë hile Partia Demokratike, çfarë lëvizje financiare ju çon aleatëve? Pra sa para bëhet fjalë që ju jep aleatëve, se ky nuk është një suport politik, paktën më duket në pamje të parë. Kjo është një ndihmë para. Arlind, kur flasim për zgjedhjet, dy parime janë universale, zgjedhjet lira dhe të ndershme. Domethënë, në këtë moment qasja e disa partive politike apo e disa garuzëve në këto zgjedhje e ka humbur elementin e ndershmërisë dhe presim që të humbasë edhe atë të lirisë, sepse kur certifikohen zgjedhjet pastaj nga Audiri apo nga ndërkombëtarët që janë edhe si kriter për të antarësuar në Bashkimin Evropian, këto dy janë parimet themelore që shihen në çdo shtet. Rasti konkret ka të bëjë me trafikimin e kemi quajtur ne të votave nëpërmjet dhurimit të disa kandidatëve ose të 11 kandidatëve, të cilët janë marrë nga partia MEM, që është Partia Demokratike, dhe janë dhuruar partive të cilat janë parti fantazëm. Janë parti të cilat ne nuk e dim as ku e kanë selin, as nëse kanë aktivitet apo s'kanë aktivitet gjatë 4 viteve, sepse do paguan për 4 vite, nuk i dim stafet e tyre, nuk e dim kontributin e tyre, por ama unë dhe ti dhe qytetarët e tjerë do japim taksa 4 vite që këto partit marrin para nga buzeti i shtetit. Në përllogaritje nga ajo se si KQZ-ja i përllogarit fondet për partit, janë dy lloj fondesh që jepen, fondet vjetore dhe fondet për fushat. Dhe në qoftë se do të kemi 11 parti të cilat do të marrin deputet, në qoftë se këta kandidat do të jenë deputet në parlamentin e ardhshëm pas 11 majit, që më shumë gjast do të jenë sepse janë pothuajse të gjithë në listë të sigurt, secila nga këto parti përfiton rreth 320.000 euro në 4 vitet e ardhshme dhe përveç këtyre ata përfitojnë edhe zyrë, pra shteti është i detyruar që t'jap edhe zyrë falas secilës prej këtyre partive me taksat tona, pra duke paguar qeran nga taksat tona. Kështu që vlera rreth 3.5 milion euro ndoshta. Urdhro? Rreth 3.5 milion euro, pra në 4 vitet e ardhshme që mund të shkojnë këtyre 11 subjekteve. Pra ne do paguajmë 3-4 milion euro në 4 vitet e ardhshme që të mbajmë me para dhe taksa disa njerëz që mund të jenë parti individ, që mund të jenë parti të cilat e kanë këtë lloj qasje vetëm për të përfituar edhe para. Dhe ky koalicion i cili ne na u servir si një koalicion madhështor me 25 parti brenda e tjera, me sa duket pas ka pasur të fshehur një element i cili sigurisht në raportin me qytetarit nuk është i ndershëm, nuk është i sinqert dhe mbart këtë lloj dileme. Nuk mundet të prezantosh kryetarin e forumit rinor, pra të Partisë Demokratike, si një kandidat të Partisë së Ballit. Domethënë Partia e Ballit ka janë 20 vjet këtu që të paktën unë edhe si studios i kësaj fushë nuk e kam dëgjuar të ketë një aktivitet në jetën politike të vendit. Kështu që nuk e di se si qytetarët do ta presin këtë dhe se sa qytetarët do ta mbështesin këtë, por që partitë politike gjatë kësaj periudhe kanë bërë manovra të cilat ja u lejon ligji, po nuk mund t'ja u lejoj morali politik. Të njëjtën gjë ka bërë edhe mazhoranca me disa elementë si bonusi i pensioneve, ku e lejon ligji që të miratonte gjatë vitit kaluar shpërndarjen e bonusit, por ama pensionistët e morën në mars, në muajin mars 100.000 lekë, që do të thotë kanë tejkaluar ligjin për të bler vota, për të bler partner në zgjedhje apo për të shfrytzuar këto hapësira. Gjithashtu të dyja partitë apo 3 partitë kryesore, më lejo ta them edhe këtë, nuk janë treguar të ndershëm në raport me publikun, në raport me sistemin e drejtësisë. Njëri thot që në fillim tha që do ta shkris pakun, pastaj thot do ta rindërtoj sistemin e drejtësisë me Komisionin e Venecias, dhe ky është zoti Berisha. Tjetri që është zoti Rama tha në fillim që spaku po funksionon si ish sigurimi i shtetit, pastaj tha që do ta bëjmë drejtësinë europiane sepse do të jemi në Europë sipas tij, dhe
në listat e tyre na janë servir dhe na janë ofruar kandidatë që janë ose nën mas nga SPAK-u, ose në gjykim nga GKK-ja, ose që janë nën hetim nga SPAK-u. Që do thotë këto forca politike nuk po tregojnë të sinqerta me votuesit e tyre dhe me publikun që do të jetë ai që i mandaton, që i voton, që i paguan dhe që do ta qeverisin 4 vitet e ardhshme. Këto hapësira, çfarë sjell nevoja këtu? Çfarë duhet bërë? Duhet ndërhyrë në kodin zgjedhor, duhet dalë me sugjerime, duhet pritur një raport paraprak dhe përfundimtar i OSBE-dirit, pra në cilat hapa do të shkoni, të paktën ju? Po patjetër, domethënë ne për të dyja rastet apo për të treja rastet sigurisht kemi bërë propozime Komisionit të Reformës Zgjedhore. Komisioni nuk i ka marrë parasysh as për financimin e partive politike, as për përdorimin e aseteve publike. Dhe në këtë situatë, për këto zgjedhje ne nuk kemi çfarë të bëjmë, apo as legjislatori nuk ka se çfarë të bëjë, sepse edhe parlamenti ka mbyllur dyert tashmë. Por për zgjedhjet e ardhshme dhe për ardhmërinë, sigurisht do të ketë raport nga OSBE-diri, do të ketë ndoshta raport nga organet të brendshme si KLSH-ja apo struktura e posaçme në prokurorinë e posaçme, ne si shoqëri civile dhe aktorë të tjerë, por sigurisht do duhet që kjo anomali do të thoja e kodit zgjedhor të rregullohet, pasi nuk mundet që ne të mbajmë 130 parti në listën tonë, pra jemi një vend unik në botë, pra nuk kanë vendet as fqinje dhe as ato të Europës 130 parti të regjistruara, të cilat në një moment kur ftohen në një tango nga njëri kryetar apo kryetari tjetër i partisë, ato hyn, marrin disa para nga tonat dhe pastaj vazhdojnë bëjnë pushtime kryetarët e tyre për 4 vitet e ardhshme. Mirë, ndërkohë, le të themi në gjithë këtë çfarë parashikon? Mund të ketë një kthes, ndoshta pra u quajton si fantazm disa parti, po ndoshta do të jenë më aktive. Pra ka një pritshmëri në këtë sens, pra për të qenë fair dhe të drejtë, pra edhe diçka në krahun tjetër. Po patjetër, nëse do të ishin parti të cilat ne mund të kishim pritshmëri ndaj tyre dhe të sinqerta ndaj qytetarëve, por dhe Partia Demokratike t'i konsideronte ato si potenciale për të qenë aktive në parlament, më fair do të ishte që kandidatët e tyre që të fusnin emrat e tyre në listë, jo emrat e PD-s në listë në logon apo me emrin e subjektit të tyre. Apo edhe në listën e hapur. Por nuk ndodh kjo. Pra këtu kemi thjesht një shitblerje, kemi një treg ku disa parti trafikojnë votat brenda një partie më të madhe. Dhe mendoj që në këtë situatë më të sinqerta dhe më ndoshta publiku mund t'i vlerësoj, janë ato partit cilat janë të vogla apo të reja, por nuk kanë pranuar të bëhen pjesë e këtyre koalicioneve, qoftë duke emëruar apo duke ju dhuruar deputet nga partitë e mëdha, apo qoftë edhe duke u futur brenda këtyre listave për të përfituar nga parat publike 4 vitet e ardhshme. Po, nëse do ta quajmë trafikim, blerje, shitblerje, nuk e di, cili term mund ta përshkruaj më mirë. Çfarë është ky më saktë, një kthim nderi, një kthim favori, pra ka shumë subjekte që nuk kanë ndonjë potencial, as politik, as financiar për të influencuar PD-n në këtë sens dhe në këtë formë. Shiko, PD-ja në rast të parë këtë e ka shitur si një koalicion madhështor dhe një koalicion madhështor pa shumë parti nuk do të ishte shumë relevant për sytë e publikut shqiptar, po dhe ndërkombëtar. Që do thotë këta së pari i kanë dhënë një lloj me lokot e tyre, i kanë dhënë një lloj legitimiteti Partisë Demokratike, e cila ka qenë në një luftë prej 6 apo 7 vitesh, një luftë të brendshme, për ta legjitimuar si të thuar që kjo është Partia Demokratike, për shkak se në garë janë edhe disa fraksione të Partisë Demokratike, por me emra të tjerë, për të thënë që kjo është partia mëm dhe kësaj duhet i bashkohen ata cilët kanë qenë, si thua, aleat të përhershëm, por ka dhe një anomali tjetër brenda këtij koalicioni që duhet ta themi që ky koalicion nuk po ndërtohet mbi baza të parimeve të një force qoftë të majt apo të djathtë. Ky koalicion është ndërtuar mbi baza interesash. Sa kohë kemi brenda një parti që kërkon të shfuqizoj ligjin e luftës me Greqinë dhe një parti tjetër e cila do të konsideroj jugun e Shqipërisë si pjesë të Greqisë, pra brenda një koalicioni, atëherë këtu nuk kemi të bëjmë me një koalicion i cili do të vi dhe do ta qeverisë vendin në një mënyrë të caktuar.
por kemi të bëjmë me një konglomerat të disa subjekteve apo logove, të cilët secila prej tyre njëra do të përfitojë mandat, njëra do të fitojë para, njëra legitimitet që është partia më e madhe, dhe sigurisht këto janë bërë bashkë me secila me interesat e tyre, dhe ata që humbin në këtë rast jemi ne qytetarët, cilët do të paguajmë disa partive që nuk e meritojnë të paguajnë nga taksat e qytetarëve.